Sot, sikur se edhe dje, do të ishte shumë a mirë që na sot të flasim, e të kërkojmë llogarinë për ato që do duhej tjetë, e që është funksionimi i demokracisë, e funksionimi i institucioneve. Është totalisht e pa imagjinueshme qysh një njeri që udhëheq shtetin që gati 7 vjet, e ndërto i udhëheq institucionet e sigurisë, nuk don as me kuptu që vakumi institucional është baza e rrezikimit të sigurisë kombëtare. Pse po ikin këta njerëz? Pse e kanë qëllimin e bllokimit të institucioneve përkatësisht shtetit? Shëni, askush nuk po ja konteston fitoren në zgjedhjet e 7 qershorit. E bindja jonë është që ajo do të jetë fitoria e fundit e tyre. Dhe nuk do të përsëritet më. Së dyti, askush po ja konteston që kanë drejt ta zgjedhin kryetarin e kuvendit. Askush nuk po ja konteston që kanë drejt ta bëjnë qeverinë. Është vetëm një njeri që po konteston këtë. Është vetë Zoti Kurti. Pra ata po kontestojnë realisht rezultatin e zgjedhjeve dhe nuk kanë vullnet me zbatu rezultatin e zgjedhjeve që qytetarët, populli i Kosovës i ka dhënë besim, e për cilën po e përsëris që ai besim është i fundit dhe jemi të bindur që situata ka ndryshu. Ajo që e besoj e kemi shqetësim gjithë, është fakti se Kosova dhe ky kuvend do duhet të jetë funksional për të trajtuar temat veç e veç. Edhe për atë kësrimin me rrjedhën e hibrit, sepse s'ka kush e trajton. Edhe për çmimet e larta që i kemi çdo ditë e po rriten vazhdimsi. E këta, këtë çka po bojnë, është me ikë prej këtij kuvendi, me ikë prej themelimit të institucioneve. Kjo situatë jo vetë që nuk është normale, po është duke u fut në vakum shtetëror, vakum institucional. Këto nuk do ta lejojmë. E kemi për obligim kombëtar e qytetar. Mos ta lejojmë Kosovën të futet në vakum. Dhe për këto normalisht që ka përgjes, ka emër e mbi emër, dhe për këtë ne jemi këtu që ta ekspozojmë e të veprojmë që kjo mos zhvillohet edhe matutje. A janë qëllimet ogurzeza, do ta shohim çdo ditë matutje, sepse vakumi institucional është thelbi që rrezikon shtetin e Kosovës. E ftojmë vetëvendosjen që ta zbatoj rezultatin e zgjedhjeve dhe kjo do të jetë sigurt hera fundit që ata do ta kenë këtë besim qytetar. Faleminderit.